Pas rinovimit të kontratës me Federatën Shqiptare të Futbollit deri në korrik të vitit 2026, trajneri i kombëtares shqiptare Silvinho ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale duke theksuar se bëhet fjalë për vazhdimin e projektit aktual. Tekniku brazilian bëri gjithashtu një bilanc të arritjeve të deritanishme duke vënë në pa forcën e grupit kuqezi. Ai kujtoi kualifikimin historik për herë të dytë në finalet e kampionatit evropian dhe arritjen për herë të parë në fazën play-off të botrorit 2026. Vazhdojmë së bashku, kam rinovuar kontratën me ekipin kombëtar të Shqipërisë për 6 muaj të tjerë, duke i dhënë vazhdimsi një projekti që është ndërtuar me shumë punë, profesionalizëm dhe unitet. Në vijim do të kërkohet edhe më shumë përkushtim, punë dhe angazhim nga të gjithë. Ne vazhdojmë të qëndrojmë të fortë, ditë pas dite, me vendosmëri dhe zemër. Forca Shqipëri, shkruan trajneri kombëtares shqiptare në rrjetet sociale. FSHF ka bërë të ditur se ka rinovuar kontratat me stafin e ekipit kombëtar, më saktësisht me trajnerin Silvinho dhe 2 ndihmësit e tij, Dorival dhe Zapaleta, por nuk bëhet fjalë për një rinovim afatgjatë, vetëm një që zgjat deri në korrikun e këtij viti, siç parashikohej edhe klauzola në marrëveshjen mes palëve nëse ekipi do të kalonte grupin kualifikues të botrorit 2026. Klauzola në fjalë parashikon që Silvinho dhe stafi i tij do të vazhdojnë punën deri në korrik 2026 me shpresën që të kalojë play-offin dhe të shkojë në botror, e më pas do të merret vendimi nëse do të vazhdohet apo jo bashkëpunimi mes palëve për një tjetër edicion. Njoftimi i Federatës Shqiptare të Futbollit. FSHF zyrtarizon në rinovimin e kontratës me trajnerin e kombëtares shqiptare Silvinho Mendes Campos Junior, si edhe me 2 zëvendës trajnerët e tij, Pablo Zapaleta dhe Dorival Guindoni Junior, duke konfirmuar vazhdimsinë e projektit teknik që ka sjellë rezultate historike për futbollin shqiptar. Kontrata e re me stafin teknik do të jetë e vlefshme deri në korrik 2026 me objektivin madhor kualifikimin për herë të parë në historitë të Shqipërisë në fazën finale të Kupës së Botës. Në drejtimin e trajnerit Silvinho, kombëtaria shqiptare ka shënuar një progres të dukshëm në organizim, identitet, loje dhe rezultate, duke siguruar për herë të parë pjesëmarrje në fazën play-off të botrorit. Në muajin mars, kuqezin do të luajë një kapitull historik duke u përballur në gjysmëfinalen e play-offit me Polonin më 26 mars, ndërsa në rast kualifikimi në finalen vendimtare do të përballen me fituesin e çiftit Ukrainë-Suedi. Vendimi për rinovimin e kontratës reflekton besimin e plotë të FSHF-s në stafin aktual, filozofinë e punës së ndërtuar ndër vite dhe angazhimin për stabilitet, vazhdimsi dhe ambicie të larta. Ky hap synon forcimin e mëtejshëm të kombëtares, rritjen e konkurrencës dhe përfaqësimin sa më dinjitos të futbollit shqiptar në arenën ndërkombëtare. Federata Shqiptare e Futbollit mbetet e vendosur të mbështesë maksimalisht kombëtaren dhe stafin teknik në këtë rrugtim historik me synimin për të kthyer ëndrrën e botrorit në realitet për të gjithë shqiptarët.